إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجيث لفدريمة تقوين الله سبحانه وتعالى أتى لفدريم ndim dhe falje vetëm prej tij kërkojmë, i kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush ta humbë, ndërsa atë që ai e humbi nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak, po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, friksojeni Allahut të lartësuar duke bërë ato punë dhe vepra që ai i pëlqen nga adhurimet dhe që kënaqet me to, dhe duke lënë ato punë dhe vepra që ai urren nga haramet. Dijeni o robërt Allahut se krenaria e njeriut është në adhurimin e Zotit të tij të lartësuar, kurse forca e muslimanit është në mbështetjen tek Zoti i tij, ndërsa pasuria e tij është që t'i përmbahet vazhdimisht lutjes së Allahut të lartësuar për plotësimin e të gjitha nevojave të tij nga ai, kurse shpëtimi i tij është në përsosmërinë e faljes së namazit të tij, ndërsa përfundimi i mirë është në devotshmërinë e tij ndaj Zotit të botrave, kurse gëzimi dhe qetësia e krahërorit të tij janë në mirësjellje ndaj prindërve, në mbajtjen e lidhjeve farefisnore dhe në të bamirësinë ndaj krijesave, ndërsa qetësia e zemrës së tij është në përmendjen e shumë të begatuesit të madhruar pra të Allahut të lartësuar, kurse rregullimi i çështjeve të njeriut dhe përmirësimi i gjendjes së tij është në bërjen e shkaqeve të lejuara dhe në largimin nga shkaqet e ndaluara, duke ja dorëzuar të gjitha çështjet krijuesit dhe drejtuesit të gjithësisë dhe duke i kryer punët në kohën e tyre, pa i vonuar ato dhe pa dëmbelizëm. Ndërsa humbja e njeriu dhe shkatërimi i tij është tek lidhja e zemrës së tij me këtë botë, tek të qenurit i kënaqur me të dhe duke harruar ahiretin, si dhe duke i kthyer shpinën adhurimit të Zotit të madhëruar. Ndaj Allahu i pat meta në librin e tij thotë: Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Me të vërtetë ata që nuk shpresojnë në takimin me ne dhe që janë të kënaqur me jetën e kësaj bote, si dhe janë të qetë me të, pra aty e gjen qetësinë, apo ata që janë të pakujdesshëm ndaj ajeteve dhe argumenteve tona, të tillët vend banimi i tyre është zjarri për shkak të asaj që kanë punuar. Po ashtu thot Allahu i patmeta: "Wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." E kush është më i padrejtë se sa ai që përkujtohet me ajetet, argumentet e Zotit të tij, pastaj largohet nga ato, pra i kthen shpinën, vërtet ne do të hakmerremi ndaj kriminalëve. E me të vërtetë Allahu i lartësuar ka sjell mësim dhe shembull për ne nga popujt e mëparshëm dhe brezat e kaluar. Ai u dha atyre jetë të gjatë, bëri që të rrjedhin lumej para tyre, ndërtuan kështjella dhe qytete, u begatuan me forcë në trup, në dëgjim dhe shikim, i bëri ata sundues në tokë dhe nënshtroi shkaqet e jetesës. Mirë pas pasuritë e tyre dhe as forca e tyre nuk u bëri dobi as pak. Po ashtu as pasuritë dhe as fëmijët e tyre nuk i shpëtuan ata nga dënimi i Allahut të lartësuar dhe nga dështimi i rëndë i tij. Ndaj Allahu i patmeta thotë:
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ne ua mundësuam atyre atë çka nuk ua kemi mundësuar juve, sikurse ishte jeta e gjatë, forca trupore dhe begati të tjera, si dhe u dham atyre dëgjim, shikim dhe zemra, mirë po as dëgjimi, as shikimi dhe as zemrat nuk u bëri dobi asgjë, sepse ata mohonin ajetet e Allahut dhe merituan atë me të cilën ata talleshin. Prandaj që i lumtur është ai që mëson nga të tjerët dhe i mirë është ai që bëhet mësim për të tjerët. Për këtë arsye Allahu i lartësuar thotë: "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur." Ndaj të mos ju mashtroj juve jeta kësaj bote dhe të mos ju mashtroj juve shejtani. Kështu që përgatituni për takimin me Allahun e lartësuar me sa të mundeni nga veprat e mira dhe askënd të mos e mashtroj jeta kësaj bote dhe shpresa e gjatë, nga sa Allahu i lartësuar paralajmëron duke thënë: "Hatta idha jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun." Derisa kur ndonjëri prej tyre vjen vdekja thotë: "O Zoti im, më kthe edhe një herë në dunja, me qëllim që unë të bëj vepra të mira në atë gjë që kam lënë pas dore, kurse si jo, nuk ka kthim prapa." Ajo lutja për kthim në dunja është një fjalë që ai e thot, por se që nuk realizohet, para atyre kanë barzakhun, pra jetën e varrit, deri në ditën që do të ringjallen. Prandaj, dijeni si gjithë hajri dhe e mira gjendet në adhurimin e Allahut vetëm parta, pa i shoqëruar atij asgjë dhe duke ecur në përputhje me sunetin e të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam, së bashku me sinqeritetin dhe dashurinë për Allahun e lartësuar dhe dashurinë për të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu dijeni se askush nuk do ta fitojë kënaqësinë e Allahut të lartësuar, nuk do të hyjë në xhennet dhe nuk do të jetë i lumtur në jetën e tij dhe pas vdekjes së tij, përveç se me adhurimin e Allahut pa tmeta dhe të lartësuar. Kjo sepse vetëm për adhurim janë krijuar të ngarkuarit me obligime gjinët dhe njerëzit. Ashtu sikur se thot Allahu i pa tmeta në librin e tij: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit përveç se që të më adhurojnë. E për shkak se Zoti i lartësuar kënaqet me adhurimin e tij dhe gëzohet për të, si dhe për shkak të bereqetit të madh që ka ai adhurim për njerëzit dhe gjinët, apo begative të shumta dhe mirësive të gjithëanshme në të dy botët. Për ta, Allahu i lartësuar urdhroi për kryerjen e tij natën dhe ditën, detyrimisht ose vullnetarisht, në mënyrë të kufizuar ose të pa kufizuar, me qëllim që garuesit t'i shtojnë më shumë adhurimet dhe që ata të cilët kanë lënë mangët t'i bashkangjiten karvanit adhuruese. Ndaj që përsosmëria e adhurimit është dashuria e plot për Zotin e botrave dhe për ulja e plot dhe nënshtrimi ndaj të adhuruarit të patmeta, si dhe duke qenë në përputhje me udhëzimin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kështu që nga mëshira e Allahut të lartësuar dhe nga butësia e tij ndaj robërve të tij, si dhe nga gjerësia e bujarisë dhe fisnikërisë së tij, është që ai ligjsoi adhurimet për të gjithë të ngarkuarit, prej gjinëve dhe njerëzve, që ata të afrohen me to tek Allahu i lartësuar, me qëllim që ai t'i shpërblej ata. Madje ai u asqaroi atyre kohët më të mira, në të cilat shumë fishohen shpërblimet e adhurimeve, në mënyrë që ata të shtojnë veprat e mira, sepse sikur të mos ua kishte sqaruar kohët e veçanta, ata nuk do t'i njihnin ato. Për këtë arsye Allahu i lartësuar thot: "Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Dhe ai ju mëson juve atë që ju nuk e dini. Po ashtu ai thot: "Fa idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." E kur të ndiheni të sigurt,
atëherë përmendeni Allahun ashtu siç ju mësoi juve atë që ju nuk e dini. Ndaj, Allahu i lartësuar, kur ligjëson ndonjë adhurim, ai i thërret të ngarkuarit prej gjinëve dhe njerëzve që ta kryen atë dhe ta afrohen me të tek ai. E nëse disa prej tyre nuk kanë mundësi që ta kryejnë atë, atëherë Allahu i lartësuar u hap atyre dyert të tjera të adhurimeve, u ligjëson atyre vepra të ngjashme nga njëjta kategori me atë që e kanë humbur, në mënyrë që robërit të fitojnë krenarinë e bindjes dhe shpërblimin e adhurimeve. Kështu, kush nuk i ka arritur prindërit e tij, atëherë atij është ligjësuar që të bëjë dua për ta, të jap sadaka në vend të tyre, të bëj haxh dhe umre në vend të tyre, të mbaj lidhjet farefisnore me të afërmit e tyre dhe të nderoj miqt dhe shokët e tyre. Ndërsa kush i ka arritur ata, por se më pas ata vdesin, atëherë ai vazhdon që t'i nderoj ata pas vdekjes së tyre. Ndaj nga Abu Usaid as-Sa'idi radiallahu anhu transmetohet se një burr tha të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari Allahut, a kam mbetur ndonjë mirësi që unë mund ta bëj për prindërit e mi pas vdekjes së tyre? Ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Na'am, as-salatu alayhima ay ad-du'a lahumā wal-istighfāru lahumā wa infādhu 'ahdihima min ba'dihima wa silatu ar-rahimi allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Tha, po, të lutesh për ta, të kërkosh falje për ta, të përmbushësh zotimet apo amanetit që kanë lënë pas, të mbash lidhjet farefisnore që nuk mbahen përveç nëpërmjet tyre dhe të nderosh shokët apo miqtë e tyre. Pra, të përmbushësh zotimet apo amanetin e tyre në ato gjëra që lejohen, sepse në amanetin që ata e lënë, por se që bie kundërshtim me shariatin, nuk lejohet mbajtja e këtij amaneti. Kështu, halla është në pozitën e nënës. Ndaj nga Ibn Umeri radiallahu anhu, transmetohet se një burr i tha të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, unë kam bërë një gjuna të madh, a ka pendim për mua? Ai tha: Hal min ummin lak? A ke nën? Pra e ke nënën gjallë? Ai tha ja. Ai tha jo, ndërsa ai tha: Fa hal lak min khala? A ke hall? Tha ai po. Atëherë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam tha: Fa birraha, atëherë bëj mirësi ndaj saj, pra sillu mirë me të. Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu. Ndërsa kush nuk gjen pasuri për të dhënë sadaka, le të punojë me duart e tij, ti bëj dobi vetes dhe t'jap sadaka. Kështu nga Sa'id ibn Abi Burda, nga babai i tij, nga gjyshi i tij transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Çdo musliman ka për detyrë sadakan. Tham, po nëse nuk gjen, tha të punoj me duart e tij, ti bëj dobi vetes dhe t'jap sadaka. Tham, po nëse nuk mundet, tha të ndihmoj atë që ka nevojë dhe atë që është i praktisur. Tha, po nëse nuk e vepron, tha të ndalet nga e keqja, sepse edhe kjo është sadaka. Hadithin transmeton Muslimi. Ndërsa në një hadith tjetër thuhet: Men salla al-fajra fi jama'a, thumma jalasa fi musallahu yadhkuru Allah hatta tatlu'a ash-shams, fa salla rak'atayn kana ka ajri hajjatin wa umra tamatin. Kush e fal sabahun me xhamat, pastaj rrin në vend faljen e tij dhe përmend Allahun derisa të lind dielli, pastaj fal 2 rekate, ai ka shpërblimin e një haxhi dhe një umre të plot. E pra sa të mëdha janë mirësitë e Zotit botrave ndaj robërve të tij, sa shumë janë dyert e mirësive, sa madhështore janë portat e veprave të mira. Prandaj veprau musliman me sinqeritet dhe duke ndjekur udhëzimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, mos e nënvlerësas një vepër të mirë, qoftë edhe e vogël dhe mos e përçmas një gjuna, edhe nëse është i vogël, sepse për të ka llogari ditën e Kiametit. Robërt të Allahut, ruajeni veprave tuaja të mira, ruajeni veprat tuaja të mira dhe mbrojeni ato nga bidatet, sepse ato e shkatrojnë fenë tënde dhe i asgjësojnë veprat e mira ose i paksojnë shpërblimet e tyre. Ndaj Allahu i lartësuar thot: Ja eyyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum.
o ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe mos i asgjësoni veprat tuaja. Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për atë që shpik në fe dhe për ata që engjëjt do t'i dëbëjnë prej haudit të tij ditën e Kiametit, pra prej pellgut të madh me ujë ditën e Kiametit. Ka thënë suhqan liman ghayyara ba'di. Mirë për ata që ndryshuan pas meje apo që bëjnë ndryshime pas meje. Po ashtu nga ana tjetër, muslimanit i obligohet që të ruhet nga gjinahet dhe mëkatet, të largohet prej tyre dhe t'i urrejë ato, nga sa ato i ngurtësojnë zemrën, forcojnë hipokrizinë dhe ushqejnë atë, madje ato janë prej shkaqeve të përfundimit të keq. Ato sëmurin shpirtin dhe ngurtësojnë atë, e rebelojnë atë dhe japin guxim për kundërshtimin e Allahut të lartësuar. Ai sa robi kur ngul këmbë në kundërshtimin e Allahut, ai nuk e mposh dot veten e tij. Përkundrazi nefsi i tij e udhëheq atë drejt së keqes. Allahu na ruaj. Ndaj Allahu thot: "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yuzlamuna shay'a." E pas tyre erdhën breza, të cilët e lanë namazin dhe ndoqën epshet, por sa ata do të marrin dënim të rënd, përveç atij që është penduar, ka besuar dhe ka bërë vepra të mira. Të tillët do të hyjnë në xhennet dhe nuk do të bëhet asnjë padrejti. Ndaj, kujdeso robi Allahut që të garosh për vepra të mira, me qëllim që të jesh prej atyre që u janë premtuar gradat e larta të xhennetit dhe ruaj që të mos vonohesh nga punët e mira apo që të tregohesh dëmbël në veprimin e tyre. Aqulu ma tastami'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Friksojnë Allah të lartësuar me dashuri për të dhe bindje ndaj tij, dhe mos e zemroni atë me gjunahet tuaja. Robert Allahut, bëhuni ndihmues të së vërtetës dhe vëllezër me njëri tjetrin në bazë të vëllazërisë islame. Robert Allahut, kapuni fort pas këshillës, sepse ajo është dashuri për çdo të mirë, është ndihmë, nderim dhe përkrahje për atë që këshillohet. Këshilla ka pozicion të madhe tek Allahu i lartësuar. Nga Abu Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha." Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. Feja është këshill, e tha të 3 herë. Për kë o i dërguari i Allahut? Tha për Allahun, për librin e tij dhe për të dërguarin e tij, për udhëheqësit e muslimanëve dhe për popullin e thjeshtë. Kështu që nga të drejtat e muslimanëve ndaj njëri tjetrit është që të kushtosh atyre rëndësi dhe çështjeve të tyre, të përmbushësh të drejtat e tyre, ti përfshish ata në lutje dhe të interesohesh për atë që u sjell dobi, si dhe të largohesh nga dëmet prej tyre. Kjo nga se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laysa minna man lam yuwaqqir al-kabir wa yarham as-saghir wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Nuk është prej nesh ai që nuk e respekton të madhin, nuk e mëshiron të voglin, nuk urdhëron për të mirë dhe nuk ndalon nga e keqja. Ndërsa në një hadith tjetër thotë: "Al-mu'min lil-mu'min ka bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Thotë, besimtari për besimtarin është si një ndërtesë, forcojnë njëri tjetrin. Ndaj lutëm Allah të lartësuar që të na jap sukses në zbatimin e mësimeve të tij dhe në ndjekjen e sunetit të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Më të vërtetë ai është dëgjuesi dhe pranuesi i lutjeve. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.